Në ditën ndërkombëtare të urgjencës, doktoresha Lumturia Kamberi, shefe e urgjencës në ÇKMF Gjakov, thekson rëndësinë e kësaj date për ndërgjegjësimin rreth shërbimeve emergjente dhe vlerësimin e punës së profesionistëve. Kjo dita e urgjencës është një ditë shumë e rëndësishme, pikërisht me datën 27 maj, festohet dita e urgjencës. Do thotë dita e urgjencës është dita që shënohet për të rritur ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e sistemeve emergjente, shërbimeve të urgjencës dhe ndihmës së parë. Do thotë kjo ditë është rëndësishme sepse ne përkujtojmë dhe nderojmë profesionistët tanë shëndetësor për punën e tyre profesionale që bëjnë për të shpëtuar jetë të qytetarëve. Doktoresha Kamberi foli edhe për sfidat e përditshme me të cilat përballet ekipi i urgjencës. Në fakt, sfida ka çdo ditë, do thotë se kjo urgjenca nuk është një punë e zakonshme, është një punë sfiduese, është mision për të shpëtuar jetë. Por ne zakonisht kemi edhe sfida, ndër të cilat në radhë të parë do ta kisha cekur numrin e thirrjeve të panevojshme nga qytetarët, të cilët e ngarkojnë sistemin e urgjencës, do të thotë në vend që të marrin shërbime shëndetësore në qendra tjera, do të thotë ja privojnë drejtën dikujt që ka nevojë për raste kritike të jemi në momentin e duhur dhe në kohën e duhur pranë qytetarit që ka nevojë për neve. E për të rinjët që mendojnë të ndjekin këtë profesion, shefja urgjencës doktoresha Kamberi pati edhe një mesazh. Mesazhi im për të rinjët që duan të ndjekin këtë mision është që se ata duhet ta dinë që ky profesion kërkon guxim, kërkon përkushtim, andaj ata që kanë forcë, guxim dhe përkushtim, do të thotë urgjenca është për ta. Urgjenca është vendi ku çdo sekond vlen dhe çdo veprim mund të shpëtojë një jetë, shtoi mes tjerash doktoresha Kamberi.